Mirëmëngjes, miq të dashur të kanalit YouTube tim. Sot po ju shpjegoj edhe një herë se si bëhet një papuç e vogël për fëmijë. Për një zonë që ma kërkuar edhe një herë, sepse unë kur e kam bërë pak atë pup e kam parë dhe vetë që unë e kam bërë çik me punar çik shpejto. Mbyllë duart të drejt. Tashti e kemi filluar këtu, kemi bërë 3 mbushje dhe kemi bërë 3 mbushje pa lak. Pastaj kemi vazhduar, kemi bërë 4 pa lak dhe kemi bërë 8 mbushje me lak. Këtu në maj kemi shtuar 5 dhe pastaj kemi vazhduar rreshtin tjetër prap 8 me lak edhe 5 pa lak. Tani do ju tregoj këtu se si e kam bërë unë. Tani këtu ku kam bërë 3 mbushje pa lak, do shtojmë nga 2 mbushje që do dalin 6. 1 2 1 2 1 2. Nga 3 u bën 6. Tani do vazhdojmë tu me mbushje mesatare. Komplet. Rjeshin deri këtu te maja, te ky krau i parë. Për ta parë do me thonë se si është shtuar tek maja dhe tek themra. Ja, sa të vim këtu. Tashti. 1, 2, 3, 4, 5. Tani do bëjmë nga 2 mbushje. Një, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ti numërojmë tashti. 2, 4, 6, 8 edhe një dyshe. Që do dalin 10. Nga 5 bëhet 10. Dhe tani do vazhdojmë të rjeshtin tjetër deri në fund. Siç veprova nga krau i parë. Këtu të fundi do ta marrim pa lak kështu. Tashti prap këtu të fundi do bëjmë 3 herë nga 2. 1 2 1 2 1 2. Dhe vazhdojmë me mbushje mesatare derisa të vim te maja. Pastaj kur të vim te maja, kur të vim këtu lart, do bëhet një mbushje 2 1 2 1 2 1 2 1. Edhe dalë kjo patoma kështu. Pjesa e poshtme. Ja se kemi bërë 1 2 1 1 2 1 2 1 2.